qoftë se ndalim dhe analizojmë kategoritë e personave me nevoja të posaçme, si shoqëri në përgjithësi, domethënë si Republikë e Maqedonisë Veriore, ne kemi shumë borxh ndaj atyre njerëzve që janë mrekullia e shoqërisë tonë. Unë do të veçoj një nga njerëzit me një fuqi të jashtëzakonshme që e kemi në qytetin e Gostivarit, që është zotëri Xhevat Fejzuli, është këshilltar komunal në komunën e Gostivarit dhe është me shikim të dëmtuar dhe është një nga personat më të zënshëm që kemi në këshillin komunal, ose mund ta quaj një nga njerëzit që na inspiron edhe neve të tjerëve se çfarë do të thotë me një mangësi në fizikun tënd dhe me një kontribut të jashtëzakonshëm që mund ta bësh në shoqëri. Mirë, po ajo çfarë gjithmonë me që ndalem në raste konkrete më ka indinjuar që të merrem me këtë kategori të veçantë të njerëzve është që mungesa e transportit publik, dhe sa herë që kemi pasur takime me shoqata të ndryshme të personave me nevoja të posaçme, kam kuptuar se është dashur të shfrytëzojnë transportin publik me pagesë për të ardhur deri tek një event i caktuar ku është diskutuar në lidhje me çështje të rëndësishme që e kategorizojnë domethënë këtë grup të veçantë në shoqëri. Kjo ka qenë ajo arsyeja kryesore që gjithmonë kam luftuar dhe do të vazhdoj të luftoj që të krijojmë kushte sa më të lehta këtyre njerëzve.